Nëse dikush ju thot, mos e lini fëmijën të dëgjoj këngët, hiqani filmat apo përallat që dëgjon. Ai vetëm përsërit fjalë dhe fjali dhe kjo nuk e ndihmon të mësoj. Nëse po, dua t'ju them diçka të rëndësishme. Nëse ti ja ndalon fëmijës këto, je duke dëmtuar zhvillimin e tij gjuhësor dhe lidhjen e tij emocionale me botën. Pse? Ju kam shpjeguar që një fëmijë me autizëm e zhvillon gjuhën nëpërmjet procesimit të plot gjuhësor, që do të thotë nëpërmjet fjalive, këngëve, ritmit, intonacionit, muzikalitetit. Çfarë ndodh nëse ne ja heqim apo ja ndalojmë? Zhvillimi gjuhësor ngadalsohet ose pengohet sepse kemi hequr mjetet me të cilat fëmia mëson dhe zhvillon gjuhën. Fëmia humb interesin për të komunikuar me ne sepse nuk e gjen veten në mënyrën që ne i ofrohemi apo i qasemi. Ekolalia bëhet e ngurtë dhe mjaft intense, fëmia përsërit pafund fjalë dhe fjali, sepse nuk po e ndihmojmë që të strukturohet ekolalia dhe të kalojë në gjuhë funksionale. Fëmia ndihet i frustruar dhe i papranuar sepse ne nuk po e ndihmojmë në mënyrën me të cilën ai zhvillon gjuhën. Cila është terapia që duhet të ndjekim? Terapia është ajo që fokusohet në përpunimin e plot gjuhësor. Thelbi i kësaj terapie është lidhja e terapistit me fëmijën nëpërmjet lojës dhe duke ndjekur fëmijën në interesat dhe preferencat e tij. Në këtë terapi nuk ndalohet dhe pengohet ekolalia, por punohet nëpërmjet ekolalisë dhe strukturohet ekolalia që të zhvillohet gjuha. Nga fjalit e plota fëmia ndihmohet që të kalojë në fjalë të cilat fillon t'i lidh dhe të gjenerojë gjuhën e tij personale. Një fëmijë me procesim të plot gjuhësor, para se të kuptojë, ka interes për intonacionin, ritmin dhe muzikalitetin. Nëse ne ja kemi hequr këto, ne kemi hequr abetaren e tij të gjuhës.